Dua t'ju them që sot erdha këtu drejt për drejt nga Tivati. Dhe gjatë gjithë kohës që kam qenë atje, kam menduar se si e ndryshon rrugën edhe të një vendi të tërë një moment, dhe se si një vendim i gabuar apo një sjellje e gabuar e atyre që vendosin mund të spostoj rrugën e të ardhmes nga një vend në një vend tjetër. Ishte era parë që shkoja në atë vend. Njerëz të familjes time, të afërm, shok, miq, kanë shkuar, më kanë ftuar dhe ata që janë andej, gjithmonë refuzoja të shkoja. Refuzoja të shkoja pikërisht se nuk doja të përjetoja atë që kam përjetuar dje dhe sot. Natyrisht që Tivati është një vend i bukur, por si Tivati, Vlora ka çdo gjë të saj. Turqia ja doli të bëjë ndryshimin e madh jo kur filloi të hapi turizmin, po kur filloi të fusi pikërisht rezortet luksoze, pikërisht hotelet me pesë yje, pikërisht marinat dhe jahtet. Natyrisht që njerëzit e thjesht, njerëzit e zakonshëm nuk mund hynë në një jahtë, por është jahti që hynë në ekonominë e tyre, që hynë në ekonominë e qytetit, që hynë në ekonominë e vendit. Tani, parafytyroni, investimi në Port of Montenegro ka qenë 150 milion euro, paka shumë, kur është bërë. Përpara disa vitesh, u shit të këtë tjerët që e morën 700 e kusur milion euro. Tani, 4 miliard euro investim në një zonë të Vlorës. Merrni me mend vetë se çfarë prodhon nëse sipas të gjitha studimeve të bëra 1 euro që hyn në një hotel apo në një resort luksos është e barabartë me 1.6 deri në 2 euro që menjëherë hyn në ekonominë rreth e rrotull. Unë t'i them vetëm këtë që ai investim duke u realizuar do të bëhet bekimi i madh i ekonomisë jo të Vlorës, as të qarkut të Vlorës, po të gjithë Shqipërisë.